Ndalim qarkullimi për mjetet që transportojnë lëndë të rrezikshme, si për shembull helme, acide, lëndë toksike dhe radioaktive. Ndalim qarkullimi për mjetet ose grupet e mjeteve që kanë një gjatësi më të madhe se metrat e treguara në tabel. Kjo vlen edhe për autobusët e shërbimit publik. Tregon një kufizim që paraqitet në tabelën e paralajmërimit të kryqëzimit. Fundi i kufizimit të shpejtësisë maksimale. Sinjali tregon rivendosjen e kufizimeve të përgjithshme të shpejtësisë që janë në fuqi në atë lloj rruge. Ndalim qarkullimi për mjetet që kanë një lartësi të përgjithshme më të madhe se metrat e treguara në tabel. Mund të gjendet si në qendrat e banuara, ashtu edhe jashtë tyre, aty ku rruga kalon poshtë një mbikalimi. Vlen edhe për mjetet pa motor. Ndalim qëndrimi. Vlen gjatë 24 orëve. Tabela ndalon pushimin dhe qëndrimin ose çfarëdo lloj ndalimi të përkohshëm, të vullnetshëm të mjetit. Me qëndrim kuptohet ndërprerja e vullnetshme e ecjes për një kohë të shkurtër, si për shembull, hipja ose zbritja e njerëzve nga mjeti. Në mungesë të shkrimeve plotësuese, ndalimi vlen gjatë 24 orëve. Nëse plotësohet me panelin e treguar në figurë, ndalon qëndrimin edhe në pjesën që është para sinjalit. Ndalim pushimi. Tabela tregon vendet në të cilat është i ndaluar pushimi i të gjitha mjeteve. Tabela nuk është në vendet ku sipas rregullit të përgjithshëm është në fuqi ndalimi. Me pushim kuptohet braktisja e mjetit e zgjatur në kohë. Është i lejuar qëndrimi. Në mungesë të shkrimeve plotësuese, gjatë rrugëve jashtëqytetëse, sinjali tregon se ndalimi është i përhershëm gjatë 24 orëve, natë e ditë. Në rrugët qytetëse, tregon se ndalimi është në fuqi nga ora 8 deri në orën 20. Lejon qëndrimin dhe nëse nuk është i përsëritur, nuk është më në fuqi pas kryqëzimit të parë. Panelet plotësuese me shifra ose shkrime të shkurtëra mund të kufizojnë rëndësinë e ndalimit. Shembuj: fillim, fund, shtrirja, vazhdim, orët e fuqisë çdo ditë, nga 0 deri 24, do me thënë i përhershëm. Ditë festash, ditët e punës. Zonë largimi me detyrim. Paneli plotësues, zonë largimi me detyrim, ka të njëjtën vlerë për oraret ashtu si sinjali i ndalimit. Shkelësit e sinjalit mund të mos e gjejnë më mjetin e tyre, i cili ka mundësi të jetë lëvizur dhe transferuar në bashki. Përjashtim, një panel plotësues si këtij lloji e bën ndalimin të vlefshëm vetëm për kategoritë e paraqitura. Rrugë e lirë. Sinjali tregon pikën ku sinjalet urdhëruese të treguara më parë nuk kanë më fuqi vepruese. Pra mbarojnë ndalimet dhe detyrimet e vendosura më përpara nga sinjalet e tjera dhe hyjnë në fuqi rregullat e përgjithshme të qarkullimit. Ndalim qarkullimi për mjetet me peshë me ngarkesë të plot mbi 3.5 ton, e cila tregohet në lejen e qarkullimit që nuk përdoren për transportin e njerëzve. Një shkrim me ngjyrë të bardhë brenda vizimit të simbolit të mjetit ose një panel plotësues mund të përshkruajë një vlerë tjetër nga pesha e lejuar në qarkullim. Sinjali lejon qarkullimin e autobusëve dhe autokampeve mbi 3.5 ton. Ndalim qarkullimi për mjetet që transportojnë lëndë plasëse ose që ndizen lehtë. Sinjali nuk i referohet transportit të karburantit, benzinës, metanit e tjerë që përmban serbatori i mjetit dhe nuk ndalon kalimin e cisternave për transport bitumi. Ndalim parakalimi. Sinjali ndalon të gjitha automjetet që të parakalojnë mjetet me motor, me përjashtim të ciklomotorëve dhe motocikletave. Edhe pse manovra mund të kryhet brenda gjysmë karaxhatës,
me ose pa vijën e pandërprer, por sinjali nuk ndalon para kalimin e mjeteve pa motor, si bicikletat, mjetet e tërhequra me krah ose me kafsh, mjete bujqësore e tjerë. Mund të gjendet si në rrugët qytetëse, ashtu edhe në ato jashtë qytetëse, edhe mund të përsëritet pas çdo kryqëzimi me panelin plotësues që tregon vazhdimin. Ndalim qarkullimi për mjetet që transportojnë lëndë që ndotin ujin. Një panel plotësues mund të lejoj transportin e sasive të vogla të produkteve ndotës. Mund të kalojnë mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme. Ndalim qarkullimi për mjetet që kanë një gjerësi më të madhe se metrat që tregojnë nën sinjal. Mund të gjendet para një ngushtimi rrugës si në ato qytetëse, ashtu edhe në ato jashtë qytetëse. Vlen edhe për mjetet pa motor. Ndalim qarkullimi për motocikletat. Lejon qarkullimin e triciklave. Gjendet edhe në rrugët jashtë qytetëse. Ndalim qarkullimi për mjetet që kanë një peshë në momentin e qarkullimit më të madhe se tonët e treguara në tabel. Mund të gjendet para një ure. Një panel plotësues mund të kufizojë numrin e mjeteve që qarkullojnë njëkohësisht. Ndalim qarkullimi. Sinjali të ndalon të hysh në rrugë në të cilën është i ndaluar qarkullimi në të dyja drejtimet për të gjitha mjetet. Lejon qarkullimin e këmbësorëve. Vendoset në të dyja hyrjet e rrugës. Sinjali mund të ketë një panel plotësues që specifikon një ose më shumë kategori mjetesh që bëjnë përjashtim nga ndalimi. Një panel plotësues i këtij lloji bën të vlefshëm ndalimin vetëm për kategoritë e dhëna. Largësi minimale e detyrueshme. Sinjali tregon se ndalohet të ndjekësh mjetin që paraprin në një distancë më të vogël se ajo që shprehet në metra tek sinjali. Vlen edhe për motocikletat. Ndalim kalimi. Sinjali ndalon të gjitha mjetet të hyjnë në një rrugë nga ana ku është vendosur sinjali. Ndërsa në anën e kundërt, rruga është e kalueshme, meqense është me drejtim të njëanshëm. Kjo vlen edhe për orët e natës. Kufizimi i shpejtësisë maksimale. Ky sinjal të ndalon të kalosh shpejtësinë e treguar në tabel. Pra, na urdhëron që të lëvizim me shpejtësi më të vogël ose e barabartë me 80 km/h. Që të qëndroj poshtë kufirit të caktuar, drejtuesi gjithmonë duhet të rregullojë shpejtësinë në mënyrë që kjo të mos përbëjë rrezik ose pengesë për qarkullimin. Megjithatë, mbeten të vlefshme dhe për të respektuar kufizimet e mundshme për shpejtësi më të vogël, të përcaktuara sipas kategorive të mjeteve. Sinjali mund të gjendet edhe në autostrada. Ndalim i përdorimit të sinjaleve zanor. Sinjali ndalon përdorimin e paralajmëruesve zanor. Mund të mos merret parasysh në rast të rreziku të papritur, kur transportohen të plagosur ose të sëmur rënd nga ambulancat dhe nga mjetet e emergjencës në shërbim urgjent të institucionit. Ky sinjal vendoset vetëm në qendrat e banuara. Ndalim qarkullimi për autobusat. Ndalon qarkullimin e autobusëve, mjeteve për transport njerëzish me më shumë se 9 vende, edhe pse me peshë me ngarkesë të plot, më të vogël se 3.5 ton. Mund të gjendet në rrugët me 2 korsi për sens lëvizjeje. Ndalim qarkullimi për mjetet që kanë peshën për aks më të madhe se tonët e treguar në sinjal. Ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë në aksin më të ngarkuar një peshë konkrete më të madhe se ajo që tregohet. Mund të gjendet para një ure. Ky kufizim gjendet edhe në sinjalin e paralajmërimit të kryqëzimit. Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet me motor që tërheqin një rimorkjo. Kufizime të mundshme për një rimorkjo që nuk e kaloi një peshë të caktuar tregohen në një panel plotësues. Sinjali lejon kalimin e autobusëve artikular
dhe mjeteve që tërheqin një karrel shtesë. Ndalim parakalimi për mjetet me peshë të plot mbi 3.5 ton. Kjo tabel ndalon manovrën e parakalimit për mjetet që nuk shërbejnë për transport njerëzish, pra vetëm për mjetet për transport mallrash mbi 3.5 ton. Një panel plotësues mund të ketë një vlerë tjetër të peshës së plot, të ndryshme nga ajo që tregohet. Të mos harrojmë se me këtë sinjal, kamionet me peshë të plot 3.5 ton mund të parakalojnë motocikletat dhe ciklomotorët. Peshë me ngarkesë të plot. Me peshë me ngarkesë të plot, kuptohet shuma e peshës së mjetit bosh, tara, plus ngarkesën e plot që mund të transportojë aftësia mbartëse. Pesha me ngarkesë të plot tregohet në lejen e qarkullimit.